Dikush maksimum përpjeket me u largu nga punët e këqija, nga punët e ndyta, nga haramet e kështu me radhë. Investon këtë aspekt shumë dhe largohet vazhdimisht apo. Ky njeri me këtë distancim, me këtë largim, a fiton edhe ndjeshmërie apo në raport me gjithçka që është mëkat. Normal, se mëkatimi për të bëhet diçka shumë i tmerrshëm, shumë i shëmtuar, apo mëkatimi. Dhe sa më tepër largohet ai nga mëkati, ky largim nga mëkati fillon me e zbe pjesën i madh dhe i vogël. Jetë veç mëkat. Don mëkati i madh është kur të afrohesh. Po sa më shumë largohesh, largimi të vëzër, çka bën? Don pamja fillon me u dobësu. Mëkati nuk dobësohet, po taj fillon kjo i madh dhe i vogël mos me pas dallim të madh. Për shkak të ndjeshmërisë që e ka për me rënë mëkat. Për shkak të kujdesit që e ka rënë mëkat. Prandaj vetiu si i thuhet mëkat është ai largohet. Nga se e din se mëkati, edhe pse është i vogël, domethënë mundin e distancimin nga mëkati i madh ja çon poshtë. Do njëri sa më tepër perfeksionohet në punë të caktuara, apo detalet bëhen për tema të rëndësishme. Njëri sa më kaotik që është, detalet janë të rëndësishme për ta. Në çdo fushë tjetër s'merret çështo apo. Edhe ai që ka mëkate, do më largu nga mëkatet. E din se çka ndodh kjo. E din se një hap është hapi i dytë. Ka investuar më largu. Ai nuk bën mu. Për Allahu xhallahu ala thot në këtë ajet, ata që largon nga mëkatet e mëdha përveç të voglave. Ama të voglave këtu shipoma kia më i bë pas rralla aftë. Për shkak të fuqisë largimin nga mëkatet e mëdha aftë. Po nëse ndodh me ranga së njerëz, mos të zhgënjihen e të kthejnë mëkatet e mëdha, nga se këtu janë të falur aftë. Dhe Allahu xhallahu ka mundsuar që mëkatet e vogla të falen përmes namazeve, namaz, apo marrja e abdesit, xhumaja dhe xhuma, sigurisht kanë hadith ka thënë pejgamberi, fal mëkatet nëse largohen nga mëkatet e mëdha. Fal mëkatet e vogla. Don ata që largohen vazhdimisht mundon më nga mëkatet e mëdha, po ju ndodh në efekt gabim me ran mëkat të madh, Allahu ja fal mëkatin atë. Për shkak të përpjekjes së madhe nga mëkatet e mëdha. Po Allahu po do më tregu se ata që do shpërblehen, ata të udhëzuarit, ata përpjeken, ata japin mund më largu atë. Nëse ndodh në efekt gabim, domthonë në mjegulli me ran mëkat të caktuar, mos e ndrysho diskursin, mos del në shtek tjetër, më tash në rash kët s'qen nga të pastërt, mos e bë këto, vazhdo tutje.